Arban Përlala, i njohur nga të gjithë me emrin e Artit Gabani, ishte i ftuar në emisionin Se luan topi, ku ndau disa nga ngjarjet më të vështira të jetës së tij. Këngëtari i rikujtoi 7 janarin e vitit 1992 si një nga ditët më të errëta të jetës së tij. Ai tregoi se, ndërsa ndodhej në kiosk ku punonte, prindërit e tij i kërkuan të shkonte të merrte vëllain e tij, Erin. Shkova dhe e gjeta vëllain duke luajtur me një kushëri timi. I thash kushëririt që ishte më i madh se unë, se kisha ardhur të merrja Erin, por i kërkova edhe topin. Ai më dha një kapsull dinamiti që vinte nga magazinat e minierës në Rubi. Unë isha vetëm 11-12 vjeç dhe nuk e kuptoja rrezikun. Kapsolla ishte e lagur, ndaj u përpoqja ta ndizja, por nuk funksiononte. Kur shkova në shtëpi, i apreva fitilin dhe prap nuk ndezi. Më pas, më erdhi një ide e çmendur, ndeza një zjarr dhe e hodha aty. Nuk pati një shpërthim të menjëhershëm, ndaj e ngacmova. Në atë moment ndodhi shpërthimi që më dëmtoi syrin e majt, duke më shkaktuar një katarakt traumatik në retinë, rrëfeu ai. Gabani tregoi gjithashtu një detaj befasues. Kishte parë këtë ngjarje në ëndër dhe ja kishte treguar babait të tij, i cili i kishte folur për një ushtar që kishte humbur jetën nga